Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi gjithë ju, telespektatorët të nderuar. Me që gjejmë pranë ekraneve televizive, që së bashku të realizojmë edhe një nga edicionet e emisionit tonë, Hadithi dhe Shkenca. Sërish së bashku me bashkëbiseduesin tim, profesorin e nderuar, doktorin e shkencave të mjekësisë Ali Lazi, që na vjen nga Gjakova. Doktor, ju falenderoj që edhe sonte ndatë kohë që t'jeni bashkë me neve, me se në erdhët. Mirë që ju e falenderoj. Sërish edhe këtë emision, do të flasim për disa nga hadithet që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 1400 sa viteve, dhe më pastaj do të shohim këndvështrimin shkencor të atyre haditheve dhe përputhshmërinë mes fjalëve profetike atyre të shkencës bashkëkohore. Ne nga pleqet më herët kemi ndëgjuar, domethënë nga gjyshërit popullar të kështu me radhë, domethënë është trashëguar fjala që mos të lihet ena e zbuluar, gjellrat, ushqimet, mos të lihen hapëzit të zbuluara e kështu me radhë. Ka kjo bazë në fe dhe në veçanti a ka bazë në shkencë. Hadithi pejgamberit bismillahirrahmanirrahim thot: mbuloni enët tua në përgjithësi. Se një herë në vit thot vije nga zbret një smundje nga qielli e mos t'ju gjej, mos t'ju godas juve. Smundje nga qielli për në hadith. Mbuloni enët tua. Mbulesa e enëve e di, kanë praktikuar domethënë duke ditur flesht shumë bukur për këtë hadith, edhe kanë mbulu. Përpara di, edhe ka kaluar dhe mini mund ta infektojë enën me ethat hemoragjike e tjerë, brejtësit të ndryshëm mund ta infektojnë e tjerë. Mirë, po ky hadith thot në mënyrë eksplicite brenda një herë në vit lëshohet nga qielli diçka që do t'ju shkaktojë smundjen tuaj. Shkenca sot ka vërtetuar shumë interesant thot një herë thot viruset e sot është bo polemike madhe nga vijnë viruset. Ata shumon shpejt, smundje të ndryshme, tash në gjeta dhe vironet, dhe ma të vëgjët sikur se viruset, gjeta për cilët ne ilazhe nuk kemi, për arsye se janë, domethënë, ma të vegjël shumë se bakteret. Depërtojnë, e damtojnë qelizën, shumë të vegjël, domethënë ne jemi të pafuqishëm ndaj tyre, mos flasim për vionet dhe prionet. Edhe ma të vëgjël të cilët damtojnë qelizën, për cilët ne veç kemi njohuri, i shohim, po me vepru kundër tyre nuk kemi. Dhe sipas shkencave hulumtive të fundit, o vërtetu thotë që shumica këtyre viruseve do të vinë nga kosmosi. Nga kosmosi edhe bartën. Prandaj jo rastisht ky hadith i pejgamberit sa tregon edhe një mrekulli të veçantë që diçka lëshohet që për ju është smundje, do të thotë që nga kosmosi një në vit shohen nga enët përveç këtyre rrezave të ndryshme që sot njihen mbi 17 edhe rreze kosmike që janë shumë të dëmshme për organizmin. Po fal fatit që toka ka mbrojtësin e vet, që mbrohet edhe brezat e Van Haleut, forcën elektromagnetike, sa ato do të na kishin damtu, edhe rrezat fuqishme ditë, po i ka mbrojtë. Por një herë në vit, sipas shkencës shohen janë edhe prejardhja, sipas një teorie, domethënë, e viruseve është ardhur nga planetet, domethënë nga kosmosi. Prandaj pikërisht mbulën enët në mënyrë që mos ju ndodh diçka pa dëshiruar. Po. Do thotë këtë vërteton edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe shkenca dhe ne bëjmë porosi gjithë besimtarë musliman që të kenë kujdes me enët e tyre, ose të pastrohen ato enë, ose së paku të mbulohen deri në kohën kur do të pastrohen. Dalim tek një çështje tjetër që konsumohet njëjtë nga ana e muslimanëve, po edhe njerëzve në përgjithësi, dhe për cilën ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëhet fjalë për ullirin. Në një prej emisionit që kemi realizuar në ciklin e kaluar ku flitnim për të vërteta shkencore, për përputhshmëri me ajetet kuranore, ne i treguam disa nga ajetet kuranore që kanë bënë me ullirin. Tani është mirë të shohim çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të shohim të dhënat shkencore që kanë të bëjnë pikërisht me këtë. Edhe këtë fryt që thashë se pejgamberi e ka thënë të bekuar, edhe e ka përdorur mjaft. Bili me preferon thot përdorni vajin e ullirit në formë të masazheve. Masazh, do të thonë vaji i tij, dhe për masazh të muskujve, për ta marrë vitalitetin e lëkurës. Përdorni, domethënë vajin e ullirit e ka preferuar që tash edhe me fikun së bashku të smundjet e majasilit.
e ka përfru dhe konzumu mjaft, për arsye se me të vërtet është një pemë ose një frut shumë i bekuar. Këtë themi për arsye se në Kur'an thash në 7 vende përmendet dhe Zoti betohet në këtë frut. Dhe zakonisht barakna havlehu linurihu kur përmendet, sipas disa dietarëve, thotë dhe barti robin e tij në natin prej Mesjidit Harami ila Mesjidit Aqsa alladhi barakna havlehu linurihu, barti qof lavdur Allah që barti robin e tij në natën e Mirajit, domethënë prej Mekës në Jerusalem, rrethinat e cilit e kemi bekuar. Sipas shumicës, barakna havlehu, rrethin mjedisin, sipas shumicës komentatorëve thotë se rrethina e Jerusalemit është më e pasur me ulli, prandaj është e bekuar. Ai do thotë rrethinën e cilit pra Kurani thotë e kemi bekuar. Do të thonë e kemi bekuar përveç tempujve të shenjtë që ndodhet, por edhe me rrethina, do thotë jo vetëm mesxhidi e kemi bekuar, shumica e dietarëve kanë thënë komentues, ka të bëjë me ullirët. Më të vërtet përjardhjen e tij e ka thuhet nga Armenia. Është një frut që pejgamberi thash shumë e ka preferuar dhe kemi zakonisht 2 lloje për të shikuar ndoshta, i zi edhe i gjelbërt. Më i preferuar është i gjelbërt, për arsye se i ziu pak më vështirësi tretet në organizëm. Kështu që nuk preferohet fort i ziu, që keni pa ngjyrë më të zezë, më të mbyllur, por preferohet ulliri që është më i gjelbërt. Me sasit, me elementet e tij, që sot shkenca ka vërtetuar që më të vërtet gati nuk kemi shitore, që nuk e kemi vajin e ullirit. Nuk kemi shitore tjetër që nuk ulliri. Nuk ka tryezë që shtrohet para gjellë pa ullirin. Domethënë, shihet edhe tek ne që më të vërtet duke dirë vlerën e këtij fryti përdoret dhe konsumohet mjaft, që nga fëmijët të rriturit e kret. Përsëri së pari ky e rregullon sistemin tretës, me elementet e tij që i ka, me yndyrën e tij speciale, ka yndyrat e pangopura, e marr nivelin e yndyrës në gjak. Dhe i vetmi shkencëtarët amerikanë vërtetu, ishulli i Kretës, kur kanë pa shumë pak ka sëmundje kardiovaskulare, shumë pak po vdesin nga infarkti, pak nga hipertensioni, pak nga sëmundjet cerebrale, trunit, që thonë paralizat e ndryshme cerebrale. Kur kanë shku, kanë qenë konzumojnë, thotë mas shumë të konzumojnë, thotë peshkun dhe konzumojnë ullirin, edhe kryesisht shërben gjellat e tyre përdoren me vaj ulliri. Prandaj për vareve të nivelit më të lartë të konzumimit, të ndyrat pangop është vaj ullir, në një. Pastaj vjen i mistrit e tjerë, veç i ullir nuk ka zot. 80% i ka të ndyrat e pangopura dhe marr nivelin e njëjtë të holesterolit, trigliceridëve, nuk i la të ngritën këto. Prandaj e të gjakut mesin të freskëta. Pastaj e rregullon barkun. Rregullon shumë përdoret vaj ullirit edhe për menjanimin e gurzive në verdhës. Për nëse përdoren gurzit, sidomos të kolesterinës, jo të kalciumit, gurt në verdhës, nëse përdoret 21 ditë, për shembull, një gotë e filxhanit kafes, me një gjysmë limoni, që prap limoni këtu, dhe pijet esull, thot pas 21 dite i menjanon gurzit nga tamthi. Nga tamthi. Gurzit e vëgjël, që thonë nga mikrolitias, rëra, në formë rëra, nuk ka gurt tamam, në fshizin e urinës, në veshka. Pirja e vajit të ullirit, si par profesor Dikasit francez, thot i menjanimin e gurve. Bile thot 200 gram i ka përfru të kolikat, dhe i me të mëdha në stomak. Thot më nga 200 gram ullir më njerë, thot është qetësu. Te konstipacionit, te obstipacionit të ndryshme, e marrë vitalitetin pra enëve të gjakut, i marrë organet, pra ndaj mund të themi që nuk ka, dhe më thonë, ilazh më të mirë se sa kjo pema e bekuar e ullirit. Thash mbi gjitha, edhe në procesin e memores, së bashku me fikun kur përdoret, e ruan qatë substancën meta-leukotidis, që të përdoret të tru, që e parapengon, dhe më thonë, demencën, hymjen në hareste, dhe më thonë, të hershme. Prandaj ulliri thash nuk ka sot tek ne përdoret, ose në formë të i konzervuar, ose në formë të freskët, përdoren shumë interesant. Edhe rënjet e tij kanë dobi të madhe, përdoren edhe gjethet e tij. Gjethet me prevalesë, do të thonë duke u vluar, janë bar efikas shumë për smundjen e diabetit, për smundjen e sheqerit. Ndërsa ulliri Ibn Sinai në kanunin e tij, edhe Majaz el-Kanun që përdor, edhe Ibn Nefisi thotë masazha e flokëve për çdo ditë me vaj ulliri, thotë e parapengon thimbjen e hershme. Do të thonë e ushqen rënien e flokit, e parapengon ramjen dhe thimbjen e hershme të flokut. Do të thonë ja dhe një mrekulli i tij, përdoret në formë pomadave nga jashtë, nga këtu e marr vitalitetin e kurrës. Prandaj me plot do të themi që vërtet kjo është edhe një frut i bekuar sikurse edhe fiku.
Përdorin gjenerat e reja dhe gjatë qëndrimit më të gjatë në diell, gjatë bërjes së plazheve të ndryshme, luan rol të rëndësishëm në vaj ullirit? Vaj ullirit thash është edhe pikpamje kozmetike nga jashtë, për arsye se vaj domethënë lëkurën e forcon, edhe mbron që rrezet e diellit është një formë mbrojtëse, që rrezet e diellit mos ta dëmtojnë lëkurën, për mos ta kthy provitaminin D në një element toksik. Se nëse direkt ekspozohet, është vërtet kohëve të fundit pikpamje shkencor, nëse lëkura kohë të gjatë, ekspozohet direkt rrezeve të diellit, pa qenë e mbrojtur, formohen disa substanca toksike që shkaktojnë kancer të lëkurës. E voja ullirit është mbrojtësi më të vërtet më i mirë për këto. A dallon ulliri nga vendi në vend, sepse ne tani vetëm kemi filluar dhe i klasifikojmë. Ju thatë ulliri i zi dhe i gjelbërt, mirë po ka ullin që na vijnë prej Shqipërie, prej Turqie, prej Greqie, apo prej një vendi tjetër. Substancat e tyre janë të njëjta apo dallon nga vendi në vend? Për nga matësia dallojnë, për nga matësia dhe për nga përgatitja i vajit. Për shembull, vaji që përdoret në ulçin sidomos, ata përdorin në mullit e vjetër. Ai është për ka kualiteti shumë më i mirë, përdor mulli special për ta fituar vojin. Është një metodë shumë e vjetër, klasike, mirë po kualitetin e ka më të madh. Mirë po pak i vështirë për të konzumuar, se ka një aromë shumë. Dhe nuk preferohet voji që të lihet më u djeg voji ullirit, se bëhet i dëmshëm. Po mas mirë i freskët, sallatave këtyre, se nëse digjet i humb ato kaloritë e tij. Nuk preferohet shumë më tepër i freskët, në çit gjella dhe ashtu. Sa të zihet si kënaqë, lihet gjatë me vaji thashë mirë nga ulçini. Në pra ta ullit edhe interesant fryti, domethënë pema e ullit kishte në ulçin, keni pa ndoshta edhe ju edhe në ato, kishte që ishte vjetë deri 1000 vjet. Jeton shumë interesant, jeton. Bile mos vërtetu thot mos qëndroni në hijen e pemës së ullirit dhe të arrës. Pse? Po lërë ka disa substanca toksike. Nëse flan njeriu, mund të më qenë shumë që marr dete format e gjendje depresive. Çfarë i fuqishëm ka. Nuk preferohet thjeta në këto pemë. Prandaj druni i tij qëndron me 1000 vjete. Domethënë shumë i vjetër, e ka qëndrueshmërinë e madhe nga ambienti e tij. Prandaj metoda që përdoret në ulçin për përfitimin e vajit, edhe shqipit është një metodë përfitohet më i pastër si vaj. Mirë po pak më i vështirë për të konzumuar. Shumë i rëndë. Voji rafinuar që përdoret italian, grek apo formë të aty e kanë metoda me këto makina më bashkohore, makina që përdoren është më i rafinuar që i themi, më i lehtë për konzumim, por nuk i ka ndoshta vlerat që i ka ai që përdoret në mënyrën që fitohet vaji në mënyrën klasike. Kjo ndoshta për teleshikuesit. Do thot preferohet mbas mundësive natyrisht që të përdoret sa më tepër vaji ulliri dhe ulliri në përgjithësi. Humb ulliri nga ato elemente veta të dobishme përderisa qëndron afat më gjatë kohor, qëndron për ujëra të ndryshme, qëndron për paketime të ndryshme. Interesant është prej vareve më të qëndrueshëm. Domethënë edhe me kalimin e kohës ai qëndron, sikurse edhe mjartë qëndrueshmërinë e ka shumë gjatë. E ka një fuqi të madhe, domethënë si vaj qëndron gjatë. Po, si vaj, mirë po si kokër? Si kokër e humb forcën, pasi fillon edhe rrudhët më njëherë, e humb sasinë e ujit me qëndrimin e tij, nuk i ka ato elementet sikurse është i freskët për mirë. Prandaj bëhet edhe konservimi. Mirërisht ndoshta do të thoja këto që bibi konserva ndryshme nga Greqia, zakonisht ne i marrim më tepër nga Shqipëria, edhe sidomos nga Greqia, Turqia, i kemi dy lloje. Një të cilët përdoren që i kryposin shumë, kryposi e tepërt edhe pa kryp. Shumë më mirë është mi marr pa kryp, për arsye se ulliri me kryp shumë i njëjtë e ngrit tensionin e lartë gjakut. E duhet me pas kujdes. Më mirë me qenë të freskët pa kryposur. Këta kanë efektin shumë të madh. Sa këta që kryposen shumë, ata ju shtojnë për me qëndruar më tepër. Mos më humb ujë, mirë po e kanë efektin e ngritjes tensionit gjakut. Për shkak kryposjes që japin në mënyrë artificiale. Do të kishim dalur tani tek një nga pemët tjera të cilat konsumojmë ne dhe i ham, edhe pse rrallë ndonjëherë, duke mos e ditë ndoshta vlerën. Kam fjalën tek shejka. Flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shejkën, flet shkenca për shejkën, çfarë thot? Ja tani edhe sezona aty kur kanë filluar veç dalë aty, pemë zakonisht bregdetare, tropikale, dhe në atë kohë pejgamberi bile edhe këtë hadith thotë përdorni hani shejkin, u thotë shokëve se faret e saj janë të ujitëra me ujin e xhennetit. Faret e saj, domethënë tregon hani se u freskojnë, faret e taj janë të ujitura me ujin e xhennetit.
Më thonë për të tërgu. Në shiqim të parë, me të vërtet, duket si, edhe si fryt është interesant, po edhe të shega mund të përdorën edhe gjethet, edhe bima komplet, bile edhe lëvozhga e shegës. Për dhe jo rastis për gëmërë të përdorni, për arsye se bërim lëvozhgat, të këne edhe mlidhen lëvozhgat, terën, ruhën terën, përdorën në formë çajit, thot, nuk ka ilazh më të mirë për parazitën zorë, për heqjen e parahiqjen, edhe për menjanimin e barkqitjeve të fëmijës. Fëmija ka barkqitje, përdor shpesh ilazhe nuk nalet. Thot, lëvozhgat e shegës, që keni rujtur, në formë çaji, përdor lagun e tyne, barkqitja nalet. Më thonë ka efekt edhe antibakterian, ka edhe i zhdu bakteret në zorë, edhe ka efekt i cili thot, i menjanon parazitet prej zorëve. Më tëjt, uji që përdorin nga gjethet e shegës edhe ky, është shumë ilazh i mirë që përdoret në formë çajit, kullohet pas thot e parapengon rrahjen e flokëve. Përfrohet pra edhe fëmijët, por edhe të rriturit në sasi të caktuar. Po. Një gjë tjetër që preferohet ndoshta edhe nga të huajt, por te ne ndoshta edhe nuk njihet. Ja rastin me juve këtu në studio, që edhe dëgjuesit tanë edhe shikuesit tanë të mësojnë diçka. A thot diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rreth asaj dhe për çka bëhet fjalë, çka thot shkenca. Kam fjalën te xhenxhefili. Na e përshkruani njerëz se për çka bëhet fjalë. Pastaj çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të dhënat shkencore. Thot një herë ja prun pejgamberit xhenxhefil turshi, turshi, formë turshis, kjo një bim që përdor rraniet e saj përdor, gjethet e saj, një bim i cili arritet jo te ne, përdor xhenxhefil, po përmet edhe kuar zenxhebila. Thot, dhe ne kanë nga gotat kafura vo zenxhebila. Do të pinë nga gotat e kafurit, po zenxhebil bim aromatike. Pejgamberi thot, përdorni këtë bim, thot se memorien tuaj e zhvillon, memorien. Që në atë kohë pejgamberi domethënë ka pas një njohuri që kjo bim aromatike, domethënë edhe pse është bim aromatike, e zhvillon domethënë memorien e ju. Me pastaj kjo bim ka rëndësi të madhe për arsye se e mundson me gjethet e saj e mundson kur të përdoret qarkullimin e gjakut. Dhe njihet sikurse me marr formë aspirini. Aspirini që përdoret sot ne kur do marr xhenxhefilin, fal Zotit edhe tek ne kanë filluar dhe barnatorët në formë bimore përshit edhe forma dhe xhenxhefili. Mundson edhe të fëmijët edhe të rrituni ta që vujnë nga bronkitet të ndryshme, që të mbushur me ballgam. Domethënë zbrazin e ballgamit kjo bim. Domethënë e pastron krahërorin prej smundjeve. Zakonisht edhe pastron edhe barkun e një stomakun. Edhe megjithatë e ngrit edhe potencën e një. Prandaj ata mashkull që nuk e ndihin veten potent, domethënë janë impotent që themi, potencën pra e ngrit seksuale, kjo bim. Prandaj edhe pejgamberi sa edhe ka përfru dhe megjithatë thashë ndikon në sistemin e memorisë, memorizimit. Për arsye se era, sikur do të flasim edhe më te tamjani që përdor pejgamberi e tjerë, gjitha këto bimë aromatike e lirojnë një erë të këndshme, një aromë. Aroma është vërtetuar ndikon në shqisën se ne nëpërmes hundës i kemi këtu receptor për hundë. Njëri dallon diku një 10.000 aroma. Nësa qeni për shembull i dallon 100.000 aroma. Ato që nuk i dim qeni i dallon 100.000. Do 10 dallon tjera që njëri nuk i sheh fare hiç pokar. Prandaj, për shembull 10 na thonë kur kalon nëpër lëshon një farë langu special që ku ndërmon, edhe e bllokon qenin. Para qenit ja merr punën edhe nuk e sheh fare. Ja bllokon receptorët në hundë. Kjo do thotë është një mrekulli që Allah ka bërë. Receptorët na 10.000 dallojnë, aroma të ndryshme. Ku na përzin 3-4, nuk dimë më i dalloni. E humbë edhe kontrollin. I kemi receptorët më pak zhvilluar se sa te kafshët adekvate. Mi po vërtetu. Këta receptorë përcjellin nga smini deri te trunit, te qendra për aroma. Analizon edhe e çfarë thotë, kjo aromë ndëgjove. Këtë për të dalluar. Këtë bimet aromatike që i preferon pejgamberi sa të shumë i preferon. Sidomos temjanin të vjen. Këto, të gjitha bimet që thashë aromatike, xhenxhefili, kur lirohen borzilloku atje, me lirimin e aromës jashtë, thotë edhe aty ku ka aromë mira dhe me lesht afrohen, se dojnë aromat e mira. Më thonë, prandaj këto ndikojnë në receptorët e hundës. Receptorët e hundës po përcjellin ngacmimin në tru dhe e mundsojnë u vërtetu se sa ma receptorët ma një memorin e ka ma zhvilluar e mëson ma mirë. Prandaj preferohet ata që dojnë mësu, sidomos sot nga një aromë natalon, me zhvillimin e receptorëve të hundit, sistemi i memorizimit edhe më tepër man edhe më i fuqizuar kur është pranë aromës se sa një kundërmimi ose një aromë të pakëndshme.
Prandaj ja këto aroma pra e kanë edhe efektin e ngritjes memorjes edhe dëshirës për studim më të gjatë. Fatmirësisht tani këto që po i përmendim ne, qoftë edhe xhenxhefili që po e përmendim. Veç më është në tregjet tona, mund të gjendet, mund të blehet, mund të konsumohet e kështu me radhë. Dalim diku tjetër. Të flasim pak për kënën. Te ne e themi këtu kënë. Përdorin më tepër, mbi gjitha përdorin gjinia femrore. Dhe tradicionalisht është përdorur te ne në veçanti tek gratë që janë më të moshuara. Të ndalim pa çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot diçka dhe çka thot shkenca rreth kësaj dukurie, sepse gjeneratat e reja nuk preferojnë diçka të tillë, ndoshta përdorin edhe ngjyrat e ndryshme që ndoshta edhe i dëmtojnë flokët e tyre, por përdorimin e kënës ndoshta e llogarisin si diçka shumë demode apo diçka që e përdorin vetëm plakët. Shumë e preferon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë përdoni kënan përdoni se këtë bim e da Allah. Këtë bim e da Allah. Pejgamberi shumë e ka përdor. Duke filluar, kjo është një bim, do të thonë që rritet, tek ne zakonisht nuk sjell nga Turqia, nuk e kemi pasi bim, po vetëm pluhun e kënas. Që pastaj është zbut me ujë, me ato është përdor, gratë kanë përdor para martesës, e dini për ato ngjyrosje të ndryshme e tjera, që është përdor sipas hadithit. Por të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë bile thotë kënaja, thotë ka përdor shumë kënan edhe te kokëdhëmje të mëdha. Lyni thotë kokën e tuaj kur keni edhe kokëdhëmje të mëdha. Plagët, thotë kemi qenë edhe luftën kur bosh lufta e Uhudit, thotë Fatimea ishte arte pejgamberi plagu, thotë plagët e tij do t'i mbulojshin me këna, plagët. Do të thonë ka një efekt të fuqishëm baktericid, por bakteret infektimin, plagët. Madje përdoret për forcimin e lëkurës, për forcim kokëdhëmje, që thash. Përdoret edhe kjo ka ndikim të fuqishëm edhe procesin e memorizimit. Përdoret te ekcemet e ndryshme. Ekcemet janë majasilet që paraqiten jashtë në dur. Sipas ato që kanë me tajitin, me tajitet të mëdha. Përpara gjitha tajitet, kënaja thotë është i lartë shumë efikas te këto majasilet e jashtme. Domethënë format e ekcemeve kronike me tajitje që janë të qelbosura, kënaja i rregullon thotë aq bukur edhe i freskon. Prandaj thotë pejgamberi sa aq shumë e ka dash kënan. Prandaj thotë dhe nëse ngjyrosni flokët tuaj, do të përdorni kënan. Do të thotë se parapengon edhe thimbjen e flokëve, domethënë nal. Do të thotë flokët e thirr përdor, pra ndal edhe e forcon edhe çimen e kokës, e forcon kokëdhëmit i ndal. Dhe sipas do hadithit ndonjëherë e ka përdorur dhe që do të flasim më vonë edhe te epilepsia. Do të ka edhe një efekt te epilepsia. Cilin ende shkenca tha nuk ka mujt me zbulu se si, po përmend se ka përdorur te epilepsia. Do të thotë që këna nuk duhet përdorur vetëm tek nesish, përdor tradicionalisht vetëm tek flokët dhe gjatë dasmave, me radhë në përduar, por edhe për shërime e plagëve, gjitha smundjeve tjera që përmend. Pak merret e përmendet tamjanin. Mund pak ndalemi te kjo dhe të na thoni disa fjalë rreth asaj. Natyrisht kishim kërkuar në fillim të na shpjegonin pak se çka është, natyrisht që të jetë më e kapshme për gjithë ato që na përcjellin. Edhe tamjani që thash është një bim, edhe kjo që në përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mjekësinë e tij, pasi se thash Allahu xhaleshanu pejgamberit ja dha jo vetëm njohuritë shpirtërore, jo vetëm njohuritë kuranore, por ka qenë edhe mjek, do thonë mjek shpirtëror dhe trupor. Sikur se thuhet që për nga mjekësia që kom lexuar më parë thotë që Sulejmani alayhis salam i kishte dalë se si labim i dilke thënë unë shërej kët, unë kët. Prandaj Allah thotë pejgamberëve edhe si përveç mucizave të tjera, ju dha edhe mundësinë e shërimit. Pra sytë kanë pas kontakt edhe me masën, prandaj kanë shëruar edhe në pikpamje trupore, po edhe në pikpamje shpirtërore. Kështu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me këtë inspirimin hyjnor që kish, thotë edhe temjani është një bim aromatike, edhe kjo bim, e cila bim aromatike e ka përdor pejgamberi mjaft, edhe tek ne është përdor kohëve në për me vlyte përpara, siç themi kërkar, ajo që o djeg është dalë aroma e këndshme, ka dalë jashtë që është temjani që është përdor. Është përdor edhe në për qira të ndryshëm, në për qira pjesa e temjanit, ajo është një bim, domethënë aromatike që shumë përdoret për matjen e mend. Aroma që thash që hapet në ambientin e saj e zhvillon memorien e njeriu. Domethënë është i procesin të mendumit e bën njeriu më vigjilent. Prandaj edhe kjo bim e temjanit
tek ne gjindet, dhe më thonë përdoret, e ka përdorur pejgamberi alayhis salam, edhe kështu që preferohet pra edhe besimtarët që mos ta lajmëron, na shkalu që një kohë gjatë nuk i kemi marrë në përndeja tona, po të përdoret se më të vërtet ka një rëndësi shumë të madhe. Krahas kësaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmend edhe shafranin. Mund ta thoni rreth kësaj pak natyrisht, na shpjegon një për çka bëhet fjalë, pastaj edhe ato se çka thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nga ana tjetër ka dobi në aspektin shkencor. Shafran apo arabisht zafaran. Zafaran, edhe kjo është bim që rritet në formë të grunajeve, tek ne nuk rritet mjesht. Kjo ka ngjyra të ndryshme. Në vendet arabe zakonisht ne ku shkojmë e shohim pilavin e tonë, si them na orizin e tyre e kanë të gjelbërt. Ndonjëherë ngjyrë portokalli, por zakonisht i gjelbërt. Dhe ne bën pyetje, çka është? Do të thonë i shtojnë shafranin. Shafrani është kjo formë e bimit që i shtohet aty si formë melmese, që ja ndron ngjyrën, por edhe shijen. Por mbi gjitha shafrani ka rëndësi të madhe, thotë pejgamberi alayhis salam thotë e ngrit potencën e njerëzit. Jep një forcë, domethënë e epshit, ja ngrit epshin seksual ata që janë impotent. Edhe kjo si bim po ashtu ka rëndësi të madhe që përdoret në melmes e preferuar, thotë ja ngrit oreksin të njeriu, edhe ngjyrën e ka shumë bukur, por pejgamberi alayhis salam te shafrani e ka dhënë një vrejtje si themi të vogël. Përpara me shafran, me këtë bi, jenë bo dhe teshat. I ka shtin shafran, i ka ngjyros, ngjyrë gjelbërt, ngjyra shafrani. Ngjyrë që ka rahë shumë në sy. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kur jeni në haxh, mos i përdorni rrobat e shafranit. E pyetën pse ja Rasulullah, pse nxit epshin seksual. Tha gjatë kohës haxhit tha mos i përdorni. Më thonë kjo përdor, tak të ne nuk përdor, më thonë që në atë kohë me romat. Edhe shiqimi ngjyrës saj nxit thot prandaj ka ndaluar gjatë haxhit po. Do thotë përdorimi aty rroba që kanë qenë të gjorosura me ngjyrë që thonë ngjyrë shafrani po, zafarani. So janë edhe disa nga ato dhëna, disa nga ato bim që i përmendëm, disa nga ato frute që i përmendëm që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i përmend, i ka përmend shumë më herët dhe pastaj shkenca i ka vërtetuar apo i preferon po ashtu që të përdoren. Këtu do të rumbullaksonim emisionin e sonshëm, duke ju falenderuar që ishit bashkë me ne edhe sonte. Jo, edhe ju falenderoj. Të nderuar telespektator, besoj që disa gjëra nga ato që i tha profesori i nderuar, ju ndoshta edhe i keni lexuar diku, diçka ndoshta edhe keni dëgjuar, por mbi gjitha shumicën atyre gjërave besoj që për herë të parë ndoshta i dëgjoni, sepse jo çdo kush e ka mundësinë të hulumtoj, të thellohet thellë dhe të kuptoj atë që e thot feja dhe që e thot shkenca. Ju falenderoj juve që na dëgjuat sonte me vëmendje dhe shpresoj që natyrisht takohemi në ndonjë prej emisioneve tjera të cikleve të këtij cikli, pra në një prej edicioneve të reja që do të realizojmë. Deri atëherë, wassalamu alaikum.